Përshëndetje, sot du me fol për dashurin që ka pas Hashim Thaçi me këta të LDK-s para 6-7 vjete, 10 vjete. Çfarë dashnie kanë pas mes vete, sa shiten patriota, të bashkum kishe LDK, PDK. Besh ngone, shka thojnë. Ju jeni arsyeja që roni Zoti Veseli, Zoti Thaçi. Ngone. Ju jeni arsyeja që me detyroni të qëndroj ende në këtë parlament. Ndoshta e ndjeni fitimtar veten në këtë betejë, por do të shihemi në finale. Por një gjë dua t'ju garantoj. Ngone. Të gjitha ato mjerime që ja u keni shkaktuar qytetarëve të Kosovës, për gjitha ato shantazhe, për gjitha ato manipulime që i keni bërë, ju po me detyroni të qëndroj këtu derisa t'ju shoh juve prapa grilave. Ju aty i keni vendin. Vestjanoli pak. Tha ju po më detyroni me qëndru këtu derisa t'ju shoh prapa grilla. Ky është, për dini kush është, Anton Quni, i pas ka paston Hashim Thaçit, Kadri Veselit e Shtomaran. Ta shqohen këta të PDK-s edhe akuzojnë Albin Kurtin, kënëse Albin Kurti pas ka bo gjykatën speciale. Se Albin Kurti pas ka qunë burgat je ku janë, e nuk e kanë qu këta njëni tjetrin adin, pa Albini ka qu, jo keni qu krejt njëni tjetrin e keni qu. E shka është ma interesant. Si në Kosovë, pse po e them? A ti çfarë dhona po jep për familjen teme? O Axha im të nderuar, ka qenë në burg me Azem Sylin të nishën. Është i burgosur politik 3 vjet, i burgosur Agim Selmani është o Axha jam. Dëgjoj. E keni marrë zanas shiku, kom ju ngishik këtë mandat, keni me shku deri në fund. Edhe komisionin e tu se dhe gjitha, veç atër edhe me media, mjërë transparente, dëgjo, veç atër mos bët si mujtë të rikë. Mos bët qëndro deri në fund. Dëgjo, mos manipulo me plak të njerëzve, edhe me ajnit, se njerën nga ta jeti, shko pa dit ku dush, se je shpips, dhe je i pasjallë shumë, je pa dinitet. Si mujtë. Fjallën shqyqër zotit që nuk të këmë dëgju, që atë gazin lësjat së ngoj të kësha shti. Tjetër sen s'kisha mujt me ba, veç ata pol. A e përdor me goj shumë? Der në ditë sotit s'ka dal njeri me sha, as të nuk kisha... Ajnit, kush janë konë, edhe kush janë PDK edhe LDK. Deri dje, këta janë akuzu me njëni tjetrin për vrasje, për hajni, për shpionazh, për gjithë shka që është e mundun që ka mujt me egzistu në Kosovë, këta janë akuzu me njëni tjetrin. Kur pisha sot, vllazërin bashkim, PDK, LDK, adi për ma gërditin gjithë shkafin, për ma gërdita televizionin, për ma gërdita edhe politikën, për ma gërdita edhe presidentin, për kryeministrin, gjithë shka që vjen prej partive politike, për ma gërditin burë kur pisha sot PDK, LDK bashk. Si me paskon adin këta vlazni pe nane pe babe. Dhe dje s'kan lënë sembra pa i thonë njëni tjetrin. S'kan lënë sembra pa akuzu njëni tjetrin. Edhe sot, kur vje puna të Albini, a një kanë pas të mirë të përbasht, që për me shki këta, dy partë janë konë njëjtë, bashkëpunimi me listën serbe, konë njëjtë. Si PDK, si LDK, i kanë prit vëlloj katetor me arpe Beogradit me abon qeverien, i kanë prit katetor me votu presidentin, me votu kryeministrin, me bo parlamentin, se s'moshin, se s'kishin vota. A qëta kanë të përbasht këta, PDK, LDK, prej kur është liru Kosova deri me sot, që canë e kanë përbasht, bashkëpunimin me shki këta, e kanë pas kështu 100% të mira, dhe të fort,
nuk janë, se kanë pas fort gali, që tash për i vjen Kozharana, dhe që Albinis nuk për merë ata në qeveri, e këta për thonë qysh tash Albinis për merë, e na i kena marë atër, se këta i kanë pas në qeveri një 20 vjetët. Ma apet nuk ka, s'ka dert, hajde për këtë për e falim. Po më qullë për dëkë me dalë kundra, Mitrovicët kundra teritorit dë vetë njeri që e shtin kontrol 17%, edhe me dalë të Kukavicat, Pevaqicat, me dalë kundra Mitrovicës Veriut, që sot kontrollohet cepëm cep, edhe këta me dalë kundra asojna. Qa e mund për më habitë burë. Adin s'po mojnë me paramendu qysh ka mundësi në shqiptarë, për shembull që i thët veti shqiptare, ka emnin shqiptar, edhe del kundra Albinit thët, nuk është mirë shka është të ba Albini në veri atje. Sa nëso të ba e roni. Ves ligjin për zbatani, ka qitë kufet atje ku janë, ku e kanë venin, policia në ven vetin, kush dënë me punu mirë, kush nuk dënë, ku vinin qele ka, në të hecë, kush me zërt nuk e nalë me jetu kërkonin në Kosovë. Mundet me hecë edhe shkon, ka ardhë, shkon. Nuk është problemi i Albin Kurtit, arren e thërren. Po këta janë qaqë të këqi, që janë konë qaqë të këqi, që 20 vjetë kanë bje dhe kanë sakatu poplin, sot dolin e qesin moral, qëtat njejtit, njerëz atin cim. O akuzëshin për vrasje, për hajnije, për gjithë shka në zvejti. Me dokumentën s'po foli unë s'pe futi këtë. Këtu janë që ata i kanë thonë, për fqes me video, me zonë. S'pe thamë unë sot, që ola për shpike dëshka, jo. Unë e veç për thamë ato qka kum një dhe sot. Sen të rejtë nuk jem të thonë. A më mordë, më shqit patriot sot, nuk shkon, me orë më thonë mu, jo, po, ani kur po vinë do për Vaqica, të opozitës, e po më thojnë ti e kundra o qëkës, jo, kundra o qëkës je ti që ke vjerë Kosovën, ne më në të qëkës, jo, në që s'ko marrë asë një cent, kur një jetem, vesh ka i këm dhonë. Ti e kundra o qëkës që ke po 60.000 veteran. Ti e qaj që sot edhe mbron qatë njeri që ka po 60.000 veteran, sot dhe mbron. Ti e kundra o qëkës. Që kjo është realiteti. E ju tani në komante në mundë me shkru shka dani. Po nese u përshëndes e kaloni mirë deri në videon tjetër tarme. Kë flamuri Arnof Kosova, Arnof Amerika, Arnof Albin Kurti. E ju të opozitës se kena përderë, se tash 60% jena me Albinin.